Festa e fëmijëve u organizua nga Këshilli Vendor Rinor Lushnjë në Lulishten e qytetit, të mbushur me buzëqeshjen e 10 fëmijëve. Në një atmosferë festive me muzikë, kërcime, lojra argëtuese, shfaqje me kloun dhe surpriza të shumta, të velit kaluan disa orë plot gëzim të shoqëruar nga prindrit e tyre. Aktiviteti ka qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt dhe argëtues, edukativ e kreativ për fëmijët dhe familjet e tyre gjatë mbrëmjeve të verës, duke promovuar rëndësinë e fëmijërisë, socializimit dhe përfshirjes aktive në jetën e komunitetit. Pjesëmarrja e lartë e fëmijëve u vlerësua nga organizatorët që theksuan se aktivitete të tilla do të vijojnë edhe në të ardhmen. Si që shikoni edhe pas shpinës sime, jemi mbledhur që të gjithë të rinjtë anëtarë të Këshillit Vendor Rinor të qytetit të Lushnjës për një aktivitet shumë fantastik, shumë veror, për të aktivizuar të gjithë fëmijët e qytetit tonë. Në fakt, unë mendoj se kemi nisur mbar këtë ri mandatim të anëtarësimit tonë në Këshillin Vendor Rinor me aktivitetet rinore për fëmijët. Kemi shumë aktivitete të tjera për të organizuar, për të aktivizuar të gjithë të rinjtë e qytetit. Në fakt nuk kemi vetëm grup fokusin e bashkëmoshatarëve tanë, por gjatë muajve të verës kemi menduar që të bëjmë aktivitete kulturore, muzikore dhe sportive për të gjithë fëmijët, por edhe ata që kanë dëshirë që të na marrin pjesë në aktivitetet në vazhdim. Gjithashtu, mendoj që aty ku do t'jetë fokusi kryesor për ne, është muaji shtator tetor e kështu në vijim për gjithë mandatin ton dhe punën që duhem që të kryejmë neve si këshill, me aktivitetet të tjera që do të ketë grup fokus patjetër për adoleshentët, për maturantët, por edhe për të gjithë studentët e tjerë që do të na bashkohen aktivitetet tona, kështu që Këshilli Vendor Rinor i qytetit të Lushnjës do të vazhdojë të jetë aktiv për gjatë verës dhe kështu do startojmë mbar dhe zyrtarisht në shtator. Ta përsëris? Edhe? Kumoni! Aha! Aha!